Ti more dyqanet, more vilën, more gjithë shka. Tash po donë edhe këtë tokë për vete? Shtë ka ardhë marre fare. Për juve që paraja. Rifati dhe Nuria ishin një çift i kamur dhe me pasuri, por me një ndryshim të hidhur në zemrën e shtëpisë së tyre. Të gjitha mirësitë dhe privilegjet u ofroheshin gjithmonë djemve, Ahmetit dhe Selimit. Ushqimet më të shijshme gatueshin sipas dëshirës së tyre. Rrobat më të shtrenjta u blinin atyre, duke i lënë Zejnepen, vajzën e shtëpisë, në hije. Ajo qëndronte në qoshen e saj, duke u marrë me punët e shtëpisë në heshtje, duke u përpjekur fort të fitonte vëmendjen dhe dashurinë e prindërve, por çdo gjë ishte e kotë. Një indiferencë thellë e mbështillte, duke e bërë të ndjente se dashuria e prindërve ishte e rezervuar vetëm për djemt. Vitet kaluan shpejt dhe Rifati u plak. Por para se të jepte shpirt, ai mori një vendim që do të ndryshonte përgjithmonë fatet e fëmijëve. Dyqanet, arat dhe vila e madhe ku banonin janë ndau dy djemve, ndërsa Zejnepes, asaj që ishte rritur në heshtje mes tyre, i la vetëm një shtëpi të vjetër e të rënuar në skajin më të largët të qytetit. Kur Zejnepja tentoi të kundërshtonte këtë padrejtësi, i ati e mbylli me fjalë të rënda. Çfarë i duhet vajzës trashëgimia? Ti ke burrin që të mban. Nuk mund t'ja jap djersën e jetës si me një të huaj. Emrin dhe fisin tim do ta trashëgojnë djemtët. Këto fjalë ja coptuan shpirtin. Zejnepja kërkoi ndihmë me sytë e nëna e saj, Nuria, shpres plot për një fjalë mbështetje. Por Nuria, me kokën ulër, u mjaftua duke thënë: "Të drejtë ka babai yt. Nuk mund t'ja falim punën tonë botës." Këto fjalë shuan edhe shpresën e fundit. E tradhtuar nga të dy prindrit, vajza uli kokën dhe u pajtua me fatin e saj të padrejtë. Me një dhimbje të thellë, ajo u largua nga shtëpia, ku nuk kishte gjetur kurrë dashurinë e vërtetë, drejt jetës së saj modeste, por duke shpresuar për qetësi. Nuk kaloi shumë kohë dhe Rifati ndroi jetë, duke lënë pas jo vetëm pasuri, por edhe një kiamet të vërtetë. Ajo pasuri e ndar pa drejtësi nuk u solli paqe djemve, por vetëm shkatrim. Ahmeti dhe Selimi, të verbuar nga lakmia dhe urrejtja, filluan të grinden për çdo metër tokë e për çdo qindark, duke u kthyer në armiq të betuar me njëri tjetrin. Shtëpia e madhe, dikur plot jetë, u kthye në një fush betejë të hidhur. Ndërkohë, nëna e tyre, Nuria, filloi të dobësohej dita ditës. E mbetur vetëm në shtëpinë e madhe, tashmë një fushë shkret pas grindjeve të djemve, ajo e pa veten të pa aftë për të kujdesur për veten. Me zemër të thyer, trokiti fillimisht te djali i madh, Ahmeti. Por nusja e tij, me një ftohtësi të pa shpirt, ja mbylli derën në fytyrë. Unë e kam rregulluar jetën time, nuk mund të mbaj një plak në shtëpi. Dhimbja e braktisjes e goditi Nurien si shuplak. E dëshpëruar, pas një shpresë tjetër, Nuria shkoi te djali i vogël, Selimi, por as prej tij nuk gjeti asnjë ngrohtësi. Selimi i tha ftohtë, pas një ndjenjë: "Punët i kam përmbys, nuk kam qetësi në shtëpi. Do të dërgojmë në një azil dhe pagesën do ta ndajmë përgjysmë me Ahmetin." Fjalët e tij ishin si thika në zemër, duke ja hequr dinjitetin e fundit. Kjo ishte përgjigja nga djemtët, për të cilët kishte sakrifikuar gjithë jetën. Atë mbrëmje, në një shi të imët, me një valixhe të vogël e të vjetër në dorë, Nuria mbeti rrugëve të qytetit të panjohur, e braktisur dhe pa shpresë. Erdhën në mendje të gjitha sakrificat që kishte bërë për djemt, gjithë dashuria dhe pasuria që u kishte falur, dhe kjo ishte fundi i saj. E vetmja derë që i kishte mbetur, e vetmja shpresë, ishte ajo e vajzës që ajo dhe Rifati kishin mohuar dhe lënë në harres. Me turp dhe me kokën ulur, zemra i rrihte fort, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Me turp dhe me kokën ulur, Nuria trokiti te shtëpia e vjetër e Zejnepes. Sapo Zejnepja hapi derën dhe pa nënën e saj të lagur e të dridhur nga i ftohti, syt ju mbushën me lot. Pavarësisht gjithë dhimbjes dhe goditjeve që kishte marrë nga prindërit, në zemrën e saj nuk kishte urrejtje, por vetëm mëshirë. "Hyr brenda nën, që n'ke ngrirë fare", i tha ajo me një dashuri të pafundme, dhe e uli pranë sobës,
duke i shërbyer një pjatë supe të ngrohtë, pikërisht ashtu siç do të duhej të bënte një fëmijë për prindin e tij. Atë natë, ndërsa flinte në krevatin e pastër që i shtroi vajza, realiteti e goditi Nurien si një shuplak e hidhur. Ajo kuptoi se pasuria që ja kishte falur djemve nuk i kishte bler asnjë ditë kujdesi, ndërsa vajza që kishte sakrifikuar po i ofronte strehën e fundit, shpëtimin. Djemt që do të mbanin mbiemrin e kishin braktisur pa mëshirë, ndërsa vajza që nuk i duhej pasuria, po i shpëtonte shpirtin. Kjo ishte mësimi më i hidhur, por edhe më i vërtetë i jetës së saj. Mësimi i kësaj historie është i qartë dhe i thellë. Të bësh dallime mes fëmijëve dhe të shkelësh drejtësinë është gabimi më shkatrues për një familje. Kur vjen pleqëria, prindi nuk e mban në këmbë pasuria që u ka lënë djemve, por mëshira që ka mbjellë në zemrën e fëmijës së tij. Shpeshherë, ai fëmijë që e nënçmoi më shumë bëhet mbështetja jone vetme, streha jone fundit.